dhe një herët kur shkonin në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i dërgoni selame prej nesh. Zoti ju nderoft inshallah shkojnë mirë, e vinë mirë, dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na ban kabul inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet kur mori takojnë Allahu xhaleshanuhu. Allahun e falenderojmë për Allahut ndihmën, faljen, shpresën, vullnetin, besimin dhe udhëzimin vetëm për Allahut e kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të përzemërta janë mbi vulën e pejgamberisë, njeriu më të dashur të Allahut xhaleshanuhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili ishte pishtar ndriçuesi rrugëve tona, që ndriçoi rrugët tona me fjalët e tij, me veprat e tij, me miratimet e tij, që padyshim asnjëherë nuk do ndrojnë deri në momentin kur dalim para Allahut për dhënë llogari. Gjithashtu përshëndetjet janë mbi ehli bejtin e dashur, mbi sahabët e nderuar dhe mbi gjithë njerëzit e cilët për kushtim me sinqeritet e kanë besuar, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalim para Allahut. Të nderuar kryeimam, të nderuar kryetar, të nderuar kolegë dashur, ju vëllezër dhe motra, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira Allah qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Para se të dal tek ajo që kam dashur të ceki sot para jush, e ndjej si porosi morale, nëse nuk kena bërë diçka më shumë të paktën të kthehna tek ta kujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë besimtarët janë si një trup. Nëse një pjesë e këtij trupit dhemb, i gjithë trupi e ndjen. Tek ne ka ndodhur do të thotë dy raste, i cili njëri ka qenë tragjik, edhe njëri do të thotë inshallah don Zoti që me lutjet tona mundet me u rregullu. Mos i harrojmë lutjet tona familjen Kurti, që deshti Allahu xhaleshanu ishte caktimi i Zotit që ndodhte ashtu si ndodhi. Ti kujtojmë me dua. Dhe gjithashtu me dresandit të ndashur Ilirin, i cili është në një gjendje jo të mirë e që ka nevojë për lutjet tona, për duat tona. Inshallah don Allahu xhaleshanu që të kthehet me shërim të shpejtë. Është obligimi joni moral që t'i kujtojmë ato. Bërmu është kënaqësi dhe ndërë që sot jena së bashkut, ta kujtojmë fjalën e Allahu xhaleshanu së bashkut, ta përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashkut, e padyshim t'ju urojmë këtyre haxhive të dashur këtë rrugë që është rruga më e mirë e që është ftesa më e bukur që Allahu xhaleshanu i bën besimtarit. E hala më e bukur është kur besimtari përgjigjet ftesës të Allahu xhaleshanu dhe bëhet musafir i Allahu xhaleshanu. Inshallah don Zoti xhaleshanu që të shkoni shëndosh e mirë, e të ktheheni me gjunahe të falura dhe me haq të pranuar. Njeriu është i obliguar që amanetet ndaj Allahu xhaleshanu t'i kryejnë. Kemi shumë amanete, por më kryesori është ai i cili është amaneti ndaj Allahu xhaleshanu. Edhe kur mundohet njeriu apo besimtari që përmes amaneteve ndaj Allahu xhaleshanu t'i afrohet Zotit xhaleshanu, padyshim që duaja e tij edhe vepra e tij që është ndaj Allahu xhaleshanu me niyet të mirë, me qëllim të mirë, është e pranuar tek Zoti xhaleshanu. Andaj kjo ditë është e veçantë për ne që na jena në mesin e këtyre njerëzve të cilët do të bëjnë rrugë për hir të Zotit xhaleshanu. Me të vërtetë Allahu xhaleshanu thotë se idhu bila bismillah ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu wa rabbukum faf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. O ju që besuat, falini namazin me ruku dhe sejdë dhe vetëm Zotin tuaj adhuroni. Bëni punë të mira se do të gjeni shpëtim. Po na thret Allahu xhaleshanu që në çdo vepër, në çdo kusht të Islamit, në çdo ibadet do të gjejmë vepra të mira tek Allahu xhaleshanu, do të gjejmë shpërblim të madh tek Allahu xhaleshanu. E padyshim që këto kushte të Islamit janë vetëm të mirën tonë. Çka do të thotë ta thua shahadetin? Ti dëshmosh gjithë botës si je musliman. Ti dëshmosh të gjithë botës që me të vërtetë Allahu xhaleshanu është një i pashoq, dhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Dhe dyta, çka ti tregojmë ne botës me namaz?
Me namaz ti tregojmë botës që tek Allahu xhaleshanu sa më shumë që ti përulesh atij, aq më shumë ngrit Allahu xhaleshanu. E treta, ti tregojmë botës që me zakatin ton që e japin, nuk harxhohemi ne, por shtohemi tek Allahu xhaleshanu. Ta japim më të mirën nga vetja jonë për më ngrit tek Allahu xhaleshanu, po shohim që çdo vepër që na realizojmë vetëm të mirën tonë. Është vetëm për ne. Agjerimi i tregon që ne për hir të Zotit i lëmë çdo gjë. I tregojmë botës që ne për krijuesin tonë mund na bëj shumë çka. Dhe e fundit, haxhi na tregon që ka njerëz të cilët për hir të Allahu xhaleshanu bëhen musafir të Allahu xhaleshanu, bëhen vizitor të Allahu xhaleshanu. Dhe do të ndalen atë kjo e fundit që për atë po flasim. Thot Allahu xhaleshanu, për hir të Allahut vizitoje Qabën. Vizitoje Qabën. Dhe kush e ka do të thot mundsinë, e ka obligim që të shkojë atje. Çfarë do të thot kush e ka mundsinë? Ai i cili i plotson ato kushte për të qenë musafiri Allahu xhaleshanu. Ai i cili do të thot nuk e lën familjen e tij keq, ai i cili nuk e lën vetveten keq, dhe i ofrohet Allahu xhaleshanu edhe pranon ftesën e Allahu xhaleshanu. Nga njëherë në ditët e sotme presim ndonjëherë ndonjë ftesë nga dikush, ose gëzohna kur na fton dikush, me padurim e presim. Por siç është kur na fton Allahu xhaleshanu. Siç është kur na fton Allahu xhaleshanu, a ka ftesë më të amël, më të bukur se kur të fton Allahu xhaleshanu që ti je musafiri i tij? Unë pata mundsinë në muajin tetor që të shkoj ta vizitoj Qabën, ta vizitoj Medinën, me të vërtet pa shku atje nuk mundesh më shpjegoj se siç është. Kjo është mrekullia Allahu xhaleshanu. Nëse dikush të pyet edhe të thot, "Ma shpjego me fjalë tuaja si është ta shohësh Qabën për herë të parë? Si është ta vizitosh xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Në ato hapat e pejgamberit alayhis salam të ecim. Si është? Nuk dina se si me e shpjegu nëse nuk e kena peritu vetë me zemrën tonë. Kur ta shohim Qabën për herë të parë, kur t'i lutemi Allahu xhaleshanu, ta dim në atë moment do të thotë që çdo fjalë jona, çdo dua jona është e pranuar tek Zoti xhaleshanu. Çka ti lypim na Allahu xhaleshanu më shumë se kaq? Çka ti lypim? Thot pejgamberi alayhis salam, kush e kryen haxhin për hir të Allahu xhaleshanu, pa bërë ndonjë vepër të kot, pa mëkate, pa gjënahe, ai kthehet nga haxhi si ajo foshnja që ka lind, pa asnjë gjëna. Subhanallah, me dhon Allahu xhaleshanu mundësi me lind edhe një herë në këtë dynja, me dhon Allahu xhaleshanu mundësi që me qenë i lindur për s'dytit herë me veprat tuaja, do të thotë kthehesh në zero përsëri. Vetëm kjo është merita e Allahut xhaleshanu. Vetëm kjo është problemi i Allahut xhaleshanu. Kështu vetëm Allahu xhaleshanu din ç'përblej. E padyshim kur haxhit ton dashtun mbledhen rreth tavafit, sillen, adhurojnë Allahun xhaleshanu, e kanë gjithë njëjtin qëllim. E kanë gjithë njëjtin jetë. Cili është ai? Arritja e kënaqësisë Allahut xhaleshanu. Do të thotë ti mbledhësh gjithë dynjan, gjithë muslimanët e botës, edhe gjithë të kenë vetëm një qëllim. Vallahi duhet me na pas lakmi dikush tjetër. Duhet me na pas lakmi dikush tjetër kur gjithë na mbledhna e vetëm një qëllim kena. E qëllimi kryesor do të thotë vesh Allahu me qenë i kënaqur me ne. Allahu na mësof me qenë i kënaqur me ne. Padyshim Allahu xhaleshanu thot në surën Anbiya, kjo fe është e juaja dhe është e vetmja fe e shpallur, kurse unë jam Zoti juaj, më adhuroni mua. Kjo fe është e juaja. Do thotë kjo fe është e jona dashur vëllezër. Ta adhurojmë Allahun xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, luftëtari në rrugën e Allahut xhaleshanu, haxhiu dhe ai i cili e kryen umren është delegacioni i Allahut xhaleshanu. Është delegacioni i Allahut xhaleshanu. Nëse ato e thrasin Zotin, ai ju përgjigjet. Nëse ato kërkojnë diçka nga ai ju jep ato. Falëndrimi i takon Allahu xhaleshanu. E pyesin,
Do të transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot: cila është vepra më e mirë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: besimi në Allahun edhe në dërguarin e tij. Po pastaj thot cila është? Pastaj thot xhihadi në rrugën e Allahut xhaleshanu. Po pas kësaj çka ka? Do thot i tha dy vepra shumë madhështore, do thot kulminantet. Po pastaj çka ka? Thot pejgamberi alayhis salam: haxhi i pranum. Çka do të thot haxhi i pranum? Të jetë nga pasuria halal. Largohet nga mëkati, qoftë ajo edhe një grimcë e vogël që nuk ka nevojë për të. Kjo do të thot të jetë haxhi i pranum. Ta kryej haxhin sipas porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash, masi që po marrim hapin, të shkojmë drejt Allahu xhaleshanu, të jemi vizitor të Allahu xhaleshanu, le të jetë kjo në formën më të përkryme. Le të jetë kjo në formën më të bukur dhe më të mirë. Nga koha e tabinëve, Ata ibn Ebi Raba tregon dhe thot: kishte dhimbje në trup, edhe kishte vështirësi me qëndru në kamët e tij. Por ai shkoi në haxh. Dhe çka thot? Çdo vuajtje thot për hir të Allahu xhaleshanuhu është lehtësim kur shpreson në shpërblimin e Zotit. I harron gjitha. I harron gjitha kur e mendon që Zoti xhaleshanuhu mund me shpërbly shumë. I harron gjitha. Nuk e ke mendjen më tek vuajtjet. Andaj kur lutena për njëri tjetrin, kur e kujtojmë njëri tjetrin dua, mundena me ja lehtësu dhimbjet njëri tjetrin, dashur vëllezër. Andaj haxhi dashtën na po lutena për ju që Allahu xhaleshanuhu t'ju dërgoj shëndoshë mirë, t'ju sjellë shëndoshë mirë. Po kur t'jeni atje mos na harroni edhe ju neve, që edhe na për ne të lutet dikush kur të shkojmë për në haxh inshallah. Inshallah don Zoti dhe na t'jena për atyne. Dërsa Sejt ibn Musayyib thot: u tha për të që 40 vite nuk e kalon namazin me xhamat asnjëherë. Edhe në një vit nuk mundi me shku në haxh, edhe çka thot? Do doja thot çisja gjithçka çka kam nga vetja ime, veshëm vetëm të isha në ditën e Arefatit, me ju lut Allahu xhaleshanuhu. Do doja me jap gjithçka nga vetja ime, vesh me kena ditë. Ju Allahu ju mundsoj. E shfrytëzone në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të bukur. Edhe një porosi për në fund. Ndoshta them vetëm një ide apo një mendim, ta reflektonin me veten kur t'jeni vetë dhe të mendoni diçka. Mendoni dashur vllazën edhe motra që cila është aja dua që ju ka bo me shku në haxh. Cila është ai moment që jeni lut Zotit xhaleshanuhu dhe e keni ditë që në këtë moment ka mundësi që ma pranon Zoti, se shumë i sinqert kam ka. Mendoni në veten e vet, edhe për kësaj keni me përfitu diçka, që me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu i pranon duat. Kur ne ishim duke kry umren dhe duke fol me disa vllaznit ton, i them mendoni momentin që çka ju ka prun këtu. Mendoni atë dua, ktheju kujtesën mbrapa edhe çka i ke thonë Allahu xhaleshanuhu që Allahu ta mundsoj me qenë vizitori i tij. Çka i ke thonë Zotit, si e drejtu? Andaj kjo është diçka, një reflektim i madh për ne, me mendu që Zoti i pranon duat, po edhe më kthy me kujtu se çka më bani mu që Zoti më ftu me shku në haxh. Cila është ajo dua? Edhe në përfund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: umrja deri në umre tjetër është mbulesë e gjunaheve. Është mbulesë e mëkateve. Ndërsa për haxhin e pranum, thot pejgamberi alaihi salam, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xheneti. Allahu na bëf prej banorëve të xhenetit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ko e haxhit kur vjen